Përshëndetje nga kuzhina Nerit. Sot kam vendosur me ndonë me juve edhe një recetë natyrale me vetëm 3 përbërës natyral për juve motra për humbje të barkut. Pra është kryesisht sidomos për motrat që kanë qenë shtatzon edhe kanë mbetë mbas lindjes barku shumë i fryer, po ashtu edhe për juve që nuk keni qenë shtatzon veç se barku krejt trupi do psohet, barku ka mbetë i madh. Kështu që krejt që kanë nevojitin janë 4 gjethe të dafinës, një lugë të çajit plot me cimt për ndryshe kanellë në shqip edhe ujë të nxehtë val. Kjo recetë vlen ta përdorin edhe ata persona që kanë probleme me kapslokun, pra për ata persona më falni shprehje që kanë probleme me gozrat, është shumë efektive. E marrim tash 4 gjethe të dafinës edhe i hedhim në një taz. Marrim një lugë të mesme jo po të çajit plot me kanellë për ndryshe cimt edhe e marrim ujin e nxehtë pra të val. E mbushim këtë tazën. E përzina me lugë që të tretit pra kanellë ose cimt për ndryshe. E mbuloni tazën me tabull edhe për 3 orë e lëni të pushoj kështu. Mbasi që është ftohur pra, mbas 3 orëve e merrni edhe i largoni gjethet e dafinës, e përzini edhe një herë me lugë, pra duhet me pi të ftoft. Para se me ra me flajt, pra një 30 minuta e pini. Çdo mbrëmje kështu. Shefni vetë edhe keni më bind vetë për rezultatin e mirë. Hiq ma larg për një javë mas paku. Keni me pa si kam i humbë barku. Dal nga dal. Vetë keni me pa edhe keni me vërtetu pra. Çdo natë, para se më shku me flajt, e përgatit një 3 orë për para, e leni më ftof edhe 30 minuta para se më shku me flajt, pra e pini nga kjo gotë, vetëm i largoni gjethet e dafinës, e përzini edhe të ftaft e pini. Keni më falendëru me të vërtet edhe keni me pa vetë për rezultatin. Juve përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit. Ju them miru pafshim.